Cili është personazhi që ju ka tërhequr më shumë? Ju keni studiuar mesjetën shumë, Skënderbeun shumë, keni një libër të dedikuar për të e njihni ndoshta drejtijet e tij, keni hedhur dritë edhe mbi aspekte që ne nuk i dim. Cili është ai personazh shqiptar që ju ka befasuar ose më saktë e ndjeni sikur do doni ta takonit një moment, të bënit ato pyetjet tuaja që ka edhe dritë, sa do dritë i hedhësh prap ka dyshime, prap ka pikpyetje. Cili është një personazh i tillë për ju? Shiko, për t'i bërë pyetje, sigurisht është ai që ishte para nesh. Sigurisht Enver Hoxha. Enver Hoxha ka lënë pikpyetje mas vetës. Shumë gjëra i kishte të qarta apo jo. Kushtetuta, diktaturë e proletariatit, socializmi, komunizmi, kolektivizimi, luftë e klasave, të gjitha këto, ekonomie centralizuar. Por ka dhe pikpyetje, për shembull çështja ngelet dhe sot. Pse u prish me Kinën? Mirë me Bashkimin Sovjetik. Mirë me Bashkimin Sovjetik. Ka pas edhe çështje vërtet që kanë të bëjnë edhe me integritetin e Shqipërisë, me sovjetikët e Krushovit, po them. Por me Kinën, pse u prish? Pavarësisht Kina e vitit 1972-74, nuk ishte më Kina e Limbiaos, kur jepte gjithçka, apo jep tanke, aeroplane, gjithçka. Por nuk kishte arsye që ti të prishje marrëdhënie. Që të mbyllte vendin, pra pse e mbylli vendin, pse izoloi kaq shumë? Po e mbylli vendin, vendi i mbyllur që, domethënë vendi i mbyllur që, nuk është se u mbyll lidhja me Kinën dhe u mbyll. Por ngeli pa aleat, pse kjo është e pura. Për pos Kinës nuk kishte. Tentativat për të bërë një hapje me perëndimin nuk ecën se ishte akoma luftë e ftohtë. Ka bërë përpjekje që në vitet 60 jo të krijonte lidhje ajrore me Italinë, këto janë dokumentuara. Makar dhe marrëdhëniet me Amerikën të viheshin në marrëdhënie diplomatike, por ishte vonë. Domethënë perëndimi kishte frytzuar Jugosllavinë si lojtar midis dy poleve. Shqipëria e vogël tani erdhi vonë në këtë lojë që të bënte edhe andej, ose as andej, as këndej. Kështu që edhe pasaj kjo u rëndua me lëvizjet në ekonomi që ishin fare të pamenduara. Ju besoni në Zot? Jo. Nuk besoni në Zot? Jo. Ja ateist? Ateist jo në kuptimi që unë refuzoj, se unë edhe detyra ma do që të hy në kisha e në xhamia, e të lexoj edhe e njoh, gjykoj, por jo, nuk besoj. Nuk besoj, nuk ditë kemë thënë njerë o Zot, jo. Nuk keni thënë asnjëherë kështu në momentet, o Zot, pse ndodhi kjo për shumë? Jo. Po ku beson? Ka një gjë metafizike, ndoshta që s'ka emrin Zot, një energji, një fuqi? Jo për kështu, si të thuash, për propagandë. Besoj ke njerëzit. Unë besoj ke njerëzit, do me thënë, nuk kam shumë dyshime. Ke ata, se kush vjen ke unë, do me thënë, nuk vjen njerëz që kanë interes. Të themi, qa duan nga një historia, që ka dhe një rogë, atë që ka. Nuk jam imunizuar, themi, nga miqësit e dyshim dhe kështu. Edhe se kam problem. Po e kam dhe kështu që besoj dhe më ka dalë shumë mirë kur besoj, edhe kur blengje, i them ati shqicit. Shiko, ma zgjithti, ma merti, ti e njefë më mirë edhe të jep më të mirën. E qartë, beson të njerëzit. Nëse do takonit Pëllumbin 20 vjeç sot, çfarë do t'i thoshit? Do t'i thosha që sa mirë që nuk veprove ti me kokën tënde. Por ytat, duke përdorur dhe metoda të ashpra për ushtaraku, më detyroi që mos shkoja studioja frëngjisht, po të studioja greqisht të vjetër dhe latinisht. A e din të rëndësin, nuk se dhja. Ne ishim rritur me filmat francez, Jean-Paul Belmondo, aktorët francez, Gérard Philippe, filma aventurash edhe, ishim çmendur mas edhe frëngjishtes. Kështu që kishte në vitet 60, jepeshin filmat tillë edhe të Hollywoodit, kështu që doja të futesha për frëngjisht. Ai më detyroi, për fat u dashurova shumë shpejt me latinishten e me greqishten e vjetër, edhe eca dhe për mua ka qenë një bazament që ja di Timeti. E
Ka qenë bazamendi me cilat ato tjerat kanë qenë pasaj, kanë qenë kështu. Qartë, kalimtare, një falenderim për të se ka vendosur, ju ka dhënë drejtimin e dur. Dhe nëse do takonit veten tuaj 90 vjeç sot, çfarë do t'i thoshit? Varet se si do mi gjej në qofse më kap. Në qofse më kap, varet se si mendoj për atë ditë, që mos bëjnë ai budallëk pleqëries edhe bëjnë budallëk. Kështu që mundohem që të shkoj, si thua i pastër, në 90 vjeçave. Faleminderit djerë që më dhe 90 vjeç. Pra kjo është që të përballesh në mënyrë të pastër me 90 vjeçarin. Pra kjo është, sigurisht njeriu duhet të lejë zënë e mirë, kjo është. E thonë pleqët tanë. Zënë e mirë, thonë, të urojnë zënë e mirë, i thotë gjitha, ja. E qartë. Ju në fakt latë zërin e mirë, latë opinionet dhe mendimet tuaja shumë mira në këtë intervistë, unë ju falenderoj shumë që ishit me ne sot. Faleminderit. Faleminderit.